Në këto 60 minuta. Ish komandanti FSK-s Kadri Kasrati do t'jetë pas pak me ne në studio për diskutuar lidhur me miratimin e ligjit të mbrojtjes nga administrata e Trumpit dhe përfshirjen e Kosovës në interesa strategjike të SBA-s. Janë 3 çështje që në këtë ligj Amerikani përmendën Kosovës si pjesë e angazhimit të SBA-s. Njohja reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë, garancia për mosndryshimin e kufive në marrëveshjen përfundimtare me Serbinë dhe kërkesa për zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes së Ohrit në mes Kosovës e Serbisë. E të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Ligji mbrojtjes i SBA-s kërkon përparim të menjëhershëm në marrëveshjen mes Kosovës e Serbisë. Njohja reciproke mes dy shteteve sipas këtij akti duhet të ndodhë pa shkëmbim territorësh. Ishtrat e 8 të zhdukurve dyshohet se mund të jenë në një lokacion në Rahovec. Në këtë lokacion më herët kishte pasur gërblime nga Tribunali i Hagës. Kryeministri i Detyrave Albin Kurti mirëpret vendimin për heqjen e masave. Sipas si Kosova su dëmtuar nga BE-ja por nga opozita. BE-ja miraton Huan prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën pa përdorur asetet ruse. Huaja do të shërbejë nevojave ekonomike dhe ushtarake të Ukrainës. Në një nga pikat e rëndësishme të ligjit për politikën e mbrojtjes që e ka nënshkruar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është edhe qëndrimi zyrtar i Kongresit Amerikan për dialogun Kosovë-Serbi. Aty kërkohet përparimi menjëhershëm në zbatimin e marrëveshjeve mes Kosovës e Serbisë dhe riafirmohet se zgjedhja përfundimtare duhet bazohet në njohje reciproke dhe pa përfshirë shkëmbimin e territoreve. I'm signing this and hopefully it will. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar ligjin për politikën e mbrojtjes prej gati $1 trilion në të cilin është përfshirë edhe Kosova. Dokumenti mbi 3000 faqesh thekson rëndësinë strategjike të Kosovës si pjesë e Ballkanit Perëndimor dhe riafirmon angazhimin e SBA-s për paqe, stabilitet, demokraci dhe zhvillim ekonomik në rajon. Një seksion i veçantë në dokumentin e propozuar prej Kongresit u kushtohet marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Palët inkurajohen për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit e arritur me 27 shkort 2023. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve e rënë dakord nga Kosova dhe Serbia me 27 shkurt 2023 me lehtësimin e Bashkimit Evropian përbën një hap pozitiv përpara në avancimin e normalizimit ndërmjet dy vendeve. Serbia dhe Kosova duhet të synojnë të bëjnë përparim të menjëhershëm në aneksin e zbatimit të marrëveshjes së përmendur në paragrafin 1. Në ligj theksohet se pasi të jetë arritur përparim i mjaftueshëm në zbatimin e marrëveshjeve, SBA-ja duhet të shqyrtojë avancimin e iniciativave për të forcuar marrëdhëniet bilaterale me të dyja vendet, vendosjen e dialogut strategjik me secilin nga shtetet dhe avancimin e iniciativave konkrete për thëllimin e lidhjeve ekonomike dhe investimeve. Një pikë e veçantë i referohet epilogut të dialogut Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të mbështesin një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të bazuar në njohje reciproke. Me këtë akt përjashtohet mbështetja çfarëdo ideje që do të çonte në ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor. Është politike qeverisë së Shteteve të Bashkuara që të mos ndjek asnjë politikë që promovon shkëmbime territoresh, ndarje apo forma të tjera të rishikimit të kufive mbi baza etnike në Ballkanin Perëndimor, si mjet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve ndërmjet shteteve të rajonit dhe të mbështesë demokracitë pluraliste në vendet e Ballkanit Perëndimor, si një mënyrë për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike që dikur karakterizonin rajonin. Me këtë ligj, SBA-ja mbështet gjithashtu zgjerimin e NATO-s në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe perspektivën e antarësimit të Kosovës në aleancë, si dhe antarësimin në BE. Kosova po ashtu përfshihet në kuadrin rajonal të masave për monitorimin dhe kundërshtimin e ndikimit malen, rus dhe kinez në Ballkanin Perëndimor. Ligji mbështet rritjen e ndihmës amerikane për sigurinë kibernetike nga e cila përfiton edhe Kosova. Dokumenti përmend edhe shqetësimet me gjendjen e demokracisë në Serbi dhe konstaton parregullësitë në zgjedhjet e 2023-s dhe i cilëson shqetësuese akuzat e pushtetit në këtë shtet ndaj protestuesve, opozitës dhe shoqërisë civile.
Edicionin e vazhdojmë me lajmin e fundit. Bahamas është bërë shteti 121 që e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ka njoftuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ajo ka bërë të ditur se në kryeqytetin e Bahamas ka nënshkruar marrëveshjen dypalëshe për njohje dhe vendosje të marrëdhënieve diplomatike me ishullin që gjendet në Karaibe. Osmani gjithashtu ka publikuar deklaratën e përbashkët në të cilën theksohet se të dyja shtetet riafirmojnë respektimin e sovranitetit, barazisë së shteteve dhe zgjidhjen patësore të mosmarrveshjeve. Bahamas ka 400.000 banor me moshën mesatare 35.3 vjeçare. Njohja nga Bahamas është e katërta për këtë vit për Kosovën, pasi më herët Kosova u njoh nga Siria, Sudani dhe Kenia. E në rajonin e Rahovecit janë gjetur mbetje mortore të një personi dhe disa pjesë kockore që dyshohet se u përkasin viktimave të luftës. Sipas ditoralitit nga Instituti Mjekësisë Ligjore, mbetjet janë dërguar për verifikim. Ai ka thënë se numri i viktimave që mund të gjenden në këtë lokacion mund të shkojë deri në 8. Sipas Halitit, në atë lokacion ishte punuar edhe më parë nga Tribunali i Hagës dhe ekipet e UNMIK-ut, por fal punës së kryqit të koq ndërkombëtar dhe institucioneve lokale, është konstatuar se disa viktima të zhdukura mund të jenë ende të varrosur aty. Ndërkaq kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur bëri të ditur se bëhet fjalë për ngjarje të verës së vitit 98, kur forcat serbe kishin gruposur trupat e mbi 40 viktimave për të fshehur krimet. Vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar mbetjet mortore të 22 individëve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndaj Kosovës, të cilat i ka quajtur të padrejta. E ka kritikuar opozitën e kaluar për bllokimin e mbi 1 miliard eurove fonde nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet me Bankën Botërore. Republika e Kosovës masat më të mëdha financiare nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Muajin e kaluar, pavarësisht insistimit ton, kuvendi u shpërnda pa votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerën prej 880 milion eurosh dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion eurosh. Pra mbi 1 miliard euro gjithsej në mungesë të votës dhe vullnetit të opozitës, ka deklaruar Kurti. Ai ka thënë se shpreson që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit opozita e tanishme të mos pengojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kosova pritet të përfitojë 205 milion euro ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian. E në mbledhjen e sotme, qeveria në detyrë ka marrë vendim për nisjen e procedurave për ngritjen e memorialit të familjes Jashari dhe epopesë së UÇK-s në horën e arbreshve në Itali. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka cilësuar projektin si një donacion për komunitetin arbresh në Itali. Ndërkaq zëvendës kryeministra në detyrë e kulturës Daulina Osmani tha se kjo nismë synon forcimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve arbreshe dhe popullit të Kosovës. Gjithashtu qeveria ka miratuar vendimin për konfirmimin e obligimit të zbatimit të vendimeve të CEFTA-s dhe protokolleve të saj me qëllim garantimin e tregtisë së lirë, konkurrencës së ndershme dhe përfitimit për konsumatorët. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se zbatimi i obligimeve brenda CEFTA-s po krijon kushte më të favorshme për ekonominë dhe qytetarët. Gjithashtu e miratuar vendime për shpenzime për projekte rrugore dhe infrastrukturore në disa rajone të vendit. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën për hedhjen aktakuzës ndaj Faton Klinakut dhe ka pushuar procedurën penale ndaj tij për veprën penale të kanosjes ndaj kryeministrit Albin Kurti, ndërsa procedura penale do të vazhdojë vetëm ndaj të akuzuarit tjetër Nureddin Selmani. Në seancën fillestare më 3 shtator të këtij viti, Faton Klinaku dhe Nureddin Selmani ishin deklaruar të pafajshëm. Klinaku kishte shkruar në Facebook më 29 gusht të vitit 2023 se më pare vras Kurtin se sa që ja lëshoj rrugën e iku nga Kosova. Akvendimi siguruar nga betimi për drejtësi është nxjerrë në datën 20 nëntor të këtij viti nga kryetari i trupit gjykues gjyqtari Rahman Beqiri pas shqyrtimit të kundërshtimit të provave dhe kërkesës për hedhjen e aktakuzës të paraqitur nga mbrojtësi i Klinakut, avokati Ram Dreshaj.
E Gjykata Supreme e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e subjektit politik Koalicioni Vakat, ndërsa ka vërtetuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me certifikimin e kandidatës Ena Krasniqi. Koalicioni Vakat kishte paraqitur ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar që ta detyronte KQZ-n që të certifikante Krasniqin në listën garuese për zgjedhjet e 28 dhjetorit. KQZ-ja më 10 dhjetor e pati refuzuar certifikimin e saj për shkak se nuk e kishte të qartë etninë e saj. Sipas vlerësimit të Supremës, pretendimi se një kandidat për deputet mund të kandidojë për përfaqësim të një komuniteti për cilin kushtetuta dhe ligjet parashojnë vende të garantuara vetëm mbi bazën e origjinës etnike nga ana e nënës nuk është në përputhje me rendin e kushtetutës dhe me standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave. Dhe miratim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse s'ka ndonjë koment, emërimin e anëtarëve të Këshillit. Një gjyqtar është përfshirë në një rast të hetimit penal si i dyshuar për korrupsion, ka njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sipas njoftimit zyrtar, gjykata themelore në Prishtinë ka regjistruar rastin për hetim të mëtytjeshëm lidhur me përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarit. 7 persona përfshirë zyrtar të lartë dhe gjyqtarin janë arrestuar të enjtër në rajonin e Prishtinës në ndyshimin për disa vepra penale përfshirë korrupsionin dhe keshpërdorimin e detyrës zyrtare. Akademikja Justina Shiroka Pula është zgjedhur kryetare Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kjo është hera e parë që në krye të Ashakut është zgjedhur një grua. Ajo ka pasuar kryetarin e deri tanishëm akademikun Mehmet Krajen. Kuvendi i Akademisë për nënkryetar ka zgjedhur akademikun Fezullah Krasniqi, ndërsa sekretar shkencor është zgjedhur akademiku Bardh Rugova. Kuvendi i Akademisë gjithashtu ka miratuar zgjedhjen e sekretarëve të seksioneve. E tani shkoa për blokun e botës dhe rikthehemi më pas në studio me intervistën. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se nuk e përjashton mundësinë për luftë me Venezuelën pas presionit të shtuar të administratës së tij kundër shtetit dhe presidentit Venezuelas Nicolas Maduro. Te ka folur në një intervistë të shkurtër për NBC News, Trump e ka lënë të hapur këtë opsion duke theksuar se ky skenar është në tavolinë. Kjo deklaratë e presidentit amerikan e pason urdhërin e tij të së martës për të vënë blokadë anijeve të luftës që hyn e dalin nga Venezuela në kuadër të masës që e synon rritjen e trysnisë ndaj shtetit të Maduros lidhur me trafikimin e lëndëve narkotike. Për këtë shkak, ushtria amerikane së fundit ka goditur 28 anije, duke rezultuar me vrasjen e mbi 100 personave. Veprimet e administratës së Trumpit i ka dënuar të premtën presidenti kuban Miguel Díaz-Canel, duke e kualifikuar bllokimin e cisternave të naftës brenda e jashtë Venezuelës si masë brutale dhe të rrezikshme lufte. Përhapja masive e urisë është mangur, por se rripi i Gazës përballet ende me rrezikun e vdekjeve nga uria, ka alarmuar të premten Autoriteti Kryesor Botror për menaxhimin e krizave. Raporti i ri i organizatës klasifikimi i fazës së integruar të sigurisë ushqimore u publikua disa muaj pasi ky grup paralajmëroi se në qytetin e Gazës ka uri dhe rrezik që ajo të përhapet në të gjithë territorin, poshtë se nuk arrihet armpushim dhe u jepet fund kufizimeve për hyrje të ndihmave humanitare. Zyrtar të kësaj organizate kanë paralajmëruar se situata në këtë territor mbetet shumë e breshtë dhe se i gjithë rripi i Gazës është në rrezik të urisë. Në raport të thuhet se në skenarin më të keq të mundshëm, përfshirë rindezjen e konfliktit dhe ndaljen e ndihmave, gjithë popullsia e rripit të Gazës do të përballet me rrezikun e vdekjes nga uria. Në territorin ku aktualisht është në fuqi armpushimi, banorët përballen me nevoja të shumta për jetesë, për çka kërkohet ndihmë e qëndrueshme dhe pa penguar, thuhet në raport. Ministria e Jashtme izraelite kundërshtoi përmbajtjen e raportit, duke e kualifikuar si të shtrembruar dhe që nuk e pasqyron realitetin në rripin e Gazës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka pezulluar skemën e lotarisë Green Card pas sulmit me armë që ndodhen javën e shkuar në Universitetin Brown. Sekretarja për siguri kombëtare Kristi Noem ka bërë të ditur se kjo skem është pezulluar me urdhër të Trumpit si mas sigurie, ashtu që asnjë amerikan më të mos dëmtohet nga ajo që e quajti program katastrofik. Vendimi për pezullim u mor pasi që i dyshuari për sulmin në universitet u identifikua si shtetës portugez që mbërriti në SBA nëpërmjet programit të vizave për migrant më 2017 dhe më pas atij i u dha Green Carda. I dyshuari për sulmin i identifikuar si 48 vjeçari Claudio Neves Valente është gjetur i vdekur të premten në një depo në New Hampshire. Pas kërkimit 6 ditor në shumë shtete të SBA-s, hetimet fillestare sugjerojnë se ai ka vdekur nga plaga me armë zjarri që ia ka shkaktuar vetes. E policia nuk ka treguar se për sa kohë ai ka qëndruar në depo.